Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe I ka bërë thirrje krye prokurores europiane Laura Kövesi që të vizitojë Maqedoninë për të hetuar dyshimet për përvetësim të fondeve europiane nga programi IPARD. Filipçe tha se në lojë është një shumë prej 130 milion eurosh. Ai shtoi se e vetmja gjë që po bën qeveria në lidhje me të gjitha skandalet, veçanërisht skandalin IPARD, është të defokusoj publikun. Sipas tij, në vend të përgjegjësisë pas arrestimit të antarit të VMRO-DPMNE-s, drejtorit të Agjencisë për Mbështetje Financiare, po shohin vetëm akuzat të kësaj partie në drejtim të LSDM-s. LSDM I bën thirrje prokurores evropiane Laura Kövesi të vizitojë Maqedoninë për t'u njohur personalisht me keqpërdorimet e VMRO-DPMNE-s që po bën me fondet evropiane për fshir programin IPARD, I cili tashmë është I qartë, në të cilin janë në rrezik 130 milion euro. Nuk mund t'u besojmë institucioneve të qeverisë, presionin e qeverisë, të cilat me sjelljen e tyre janë mbrojtëse të krimit, dhe se kjo është mbi ligjin dhe mbi interesin publik. Por faktet janë të qarta. Ndodhi përvetësimi më I madh I parave evropiane në Maqedoni, fondeve IPARD, dhe ishin njerëz antar të VMRO-DPMNE-s, njerëz të afërt me kryeministrin Hristijan Mickoski, deklaroi kryetari I LSDM-s Venko Filipçe. Ndaj akuzave të Filipçes kanë reaguar nga VMRO-DPMNE, sipas kësaj partie. Është ironike që LSDM dhe Filipçe po flasin për luftimin e krimit. A përfunduan 1.3 milion euro nga prokurimi I drithërave në vitin 2022 në xhepat e Zoran Zaevit, Venko Filipçes dhe Ljupço Nikolovskit. Qeveria e mëparshme e Treshes, Zaev, Filipçe dhe Nikolovski pagoi 8.6 milion euro për prokurimin e 20.000 ton drithërave. Diferenca në çmimin që këta tre ngarkuan është plot 1.3 milion euro. Pyetja është, pse u pagua një shumë kaq e lartë kur mund të blihej shumë më lirë? A mund të kishin përfunduar këto para në xhepat e dikujt nga maja e qeverisë së atëhershme të Zoran Zaevit, Venko Filipçes dhe Ljupço Nikolovskit, theksoi Valentin Manasievski nga VMRO-DPMNE. Sipas VMRO-DPMNE-s, qytetarët meritojnë të dinë se ku përfunduan fondet e tyre dhe nëse dikush u pasurua, ndërsa shteti pagoi më shumë për një ushqim bazë siç është gruri.